Selam aleikum, nëse mund është me më këshilu se si me imësu fëmijët që me dasht e me pas frikë Zotin. Aleikum selam, rahmatullah. Kjo, si duket është një nan e ndershme që e ka gajle fëmijët e vetë. Allahu shpërbleft. Sa kemi nevoj për gratë të tilla të cilat e kanë gajle fëmin e vetë edhe lidhjen e fëmis me Zotin. Motor të këshilloj që fëmijëve më mësu 6 kushtet e imanit. Të besojnë Allahun, me laçet e tij, librat, pejgambert, e kështu me radhë. Por jo vetëm kështu si përfaqësisht. Me marrë në liber edhe më u lexu. Edhe ti me fjalët e tua sa më të thjeshta. Më u shpjegu kush është Zoti, çish na ka kriju Zoti, çish meriton Allahu mu adhuru. Zoti s'ka shak, Zoti na do shumë. Zoti është i fuqishëm. Zoti ka kriju me laçe, ka kriju libra. Pastaj dal nga dal me shpjegu kush janë pejgambert, çka është feja jonë. Domethënë 6 kushtet e imanit ata mi kuptu, ringjallja, kaderi, të gjitha. Gjithmonë në mentalitetin e fëmis, ti mi u folë si nan me fjalët e tua. Me mësu që Zoti shet çdo punë, Zoti ta di zemrën, tinza Zotit s'munësh me punu, Zoti do shumë, Zoti të shpërblen shumë, etj. Sa ka fëmija. Pastaj me thonë, hajde për izat Zotit, po qomi, po falmi bashk. E kështu me radhë, dhe me thonë, 6 kushtet e imanit si fëmi, spjegoja. Kjo këshill kështu po të si të përgjithshme pa hyrë në detaje. Allahu t'i rujt, t'i udhëzoft, ata fëmijë në rrugën e drejtë.